Pas zhvendosjes së zyrave të kadastrës në ambientet e reja tek shtëpia oficerëve, godina e vjetër që ka shërbyer gjatë gjithë kohës si zyre regjistrimit të pasurive, do të vendoset në dispozicion të Bashkisë së Vlorës. Kjo e fundit ka hyrë tashmë në tratativa për të marrë godinën dhe për ta vendosur atë në dispozicion të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore. Këtë gjë, kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha e zbuloi dhe më datën 2 prill gjatë prezantimit të drejtorit të ri të kësaj drejtorie Sokol Kananaj. Në atë kohë Dredha deklaroi se ishte duke negociuar me drejtorinë e përgjithshme të hipotekave për të parë mundësinë e lëvizjes së Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore në një nga katet e kësaj godine. Ne jemi duke negociuar në fakt edhe me drejtorinë e përgjithshme të hipotekave, me drejtoreshën. Ne që shikojmë mundësinë mos edhe rialokojmë të lëvizim pjesën e Drejtorisë Taksave Vendore në ambientet të reja, por jemi akoma në negociat. Ose do shkojmë ku është drejtoria aktuale e ASHK-s në Vlorë, ose te godina e re në fakt sepse pas kanë ambiente atje. Dhe jemi duke parë mundësinë të paktën një nga katet e asaj godine t'ja vëmë dispozicion drejtorisë tuaj. Por i kontaktuar nga televizioni 6+1 Vlora këtë të premte, drejtori i Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë e Vlorës, Sokol Kananaj, tha se bashkia është në komunikim të vazhdueshëm me drejtorinë e përgjithshme të kadastrave dhe Ministrinë e Drejtësisë për të bërë të mundur marrjen e një prej kateve të kësaj godine trekaqe. Gjithashtu, godina e vjetër e hipotekës pritet të vendoset në dispozicion të disa institucioneve të tjera, por edhe drejtorive të Bashkisë së Vlorës.